Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës apo temën për të cilën sot do të flasim. E kemi theksuar edhe më herët që sukseset dhe të arriturat e të rinjëve tanë janë edhe sukseset e shoqërisë tonë, prandaj është obligim kushtimisht moral i joni për t'i promovuar sukseset e tyre. Sot do të flasim një të ri tjetër i cili është volejbolist në klubin e volejbolit Shkëndija, do të flasim për karrierën e tij deri tanishme dhe njëkohësisht për sfidat dhe të arriturat në këtë drejtim. Ndërçet kemi në emisionin ton Berin Osmanin. Përshëndetje Berin, mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar. Kënaqësi shumë e madhe që ti je sot me ne, të përgëzojmë për gjithë sukseset që ke arritur deri në këtë moshë me klubin e volejbollit, por unë do të dëshiroja të filloj qysh nga fillimi. Pra, kur ke filluar të merresh me volejbolin dhe çfarë të ka frymzuar që të takosh këtij sporti? Ke pasur ndonjë talent për këtë sport prej më herët? Talent s'kam pasur, por kam filluar kur i kam pas 13 vjet dhe më frymzoi prindi im duke biseduar me prindin, ai më sugjeroi që të hyj në volejboll. Unë asnjëherë s'kam menduar se do luaj volejboll, se çdo herë luajsha në lagje apo në shkollë basketbol dhe futbol. Prandaj më doli për një herë sporti i volejbollit dhe ashtu. Dhe sot je bërë një volejbolist i suksesshëm. Po. Megjithatë ke luajtur edhe në ekipe tjera, tani po luan në ekipin e Shkëndijës. Që ky klub ka arritur edhe suksese të mëdha. Në çfarë pozicioni tani luan dhe si e sheh veten në këtë klub? Aktualisht luaj në pozicionin pranë sulmues dhe vetën në këtë klub e shoh mirë. Mendon që do të arrish edhe më shumë suksese në këtë klub? Po, edhe më shumë suksese do arri. Punon fort, sigurisht për të arritur edhe më shumë në këtë klub, por pse jo ndoshta në të ardhmen edhe në klube botërore, sigurisht që ka shumë të rinj edhe nga vendi ynë, të cilët me sukseset e tyre po na bëjnë krenare dhe jashtë vendit. Dhe unë uroj shumë që edhe ti të jesh një nga ato. Megjithatë, përveç të arriturave që folëm, dua të ndalemi pak tek sfidat dhe vështirësitë. Me çfarë sfidash përballesh ose ke hasur gjatë sportit të volejbollit? Sfida më shumë kam hasur te vetja, kur jam lënduar apo ka ndodhur ndonjë send, por më shumë më dhimbte se nuk mundja të luaj, po jo se dhimbja e shpatullës. Ajo ka qenë. Do të thënë lëndimi i shpatullës ka qenë një ndër vështirësitë më të mëdha që ke hasur. Të flasim pak edhe në lidhje me stërvitje që i bëni, si duket një ditë e zakonshme në stërvitje? Një ditë e zakonshme duket përgatitjen për trening, psikikisht dhe fizikisht. Pastaj fillojmë me nxemjet, me trenerët na tregojnë ato. Pastaj vazhdojmë me stërvitjen e teknik, dhe në fund mundet të bëjmë ndonjë lojë mes ekipit apo ndonjë sen. Po, si ushtrime. Je në shkollë, Berin, ku mëson? Po, në gjimnazin e Tetovës, Kirill Peqino. Si arrin që ta menaxhosh edhe shkollën edhe sportin? E menaxhoj lehtë, sepse më shumë fokusohem tek sporti se sa tek shkolla, po jo se nuk fokusohem hiç te shkolla. Oraret nuk pengojnë njëra tjetrën dhe mirë. Si, për shembull, në raste kur humbet ndonjë ndeshje ose kur nuk je në formën e duhur, si e motivon veten? Një humbje sportistin asnjëherë nuk duhet ta demotivoj, sepse humbja është rezultat i gabimeve që kanë ndodhur në lojë. Prandaj ato duhen të mundohen të përmirësojnë ato gabime dhe të shikojnë vetëm parë. Kurse sa i përket fitoreve, kur fiton, si reagon, si motivohesh? Është kënaqësi e madhe, po çdo herë duhet të shikojmë para dhe kënaqemi bashkë, po pastaj shikojmë më parë. Do të thënë për të vazhduar edhe më tutje. Kë ke marrë si shembull ose kush është shembulli më i mirë për ty në volejboll? Shembulli më i mirë është një lojtar i Bullgarisë, Alex Nikolov. Atë pëlqej se është shumë i sigurt dhe i përpikt. Dhe për momentin ai është lojtari më dominues në botë. Cilat janë objektivat që i ke për të ardhmen, apo thënë më mirë, cilat janë synimet, planet që i ke në agendën tënde të së ardhmes? Planet e së ardhmes si për çdo sportist,
ta prezentojnë veten, familjen, klubin e vet, jashtë shtetit diku në klubet më të mira. Përkrahja e familjes ose mbështetja e familjes, çfarë roli ka patur familja yte në këtë rrugtimin tënd në këtë sport? Ka rëndësi të madhe dhe familja ime jam i mirënjohës që më kanë përkrahur çdo herë dhe më kanë dhënë kritika reale, të më tregojnë gabimet çfarë i kam bërë gjërat. Është rëndësishme tek sportistët që kanë një lloj strikt, le të themi disciplinë strikte. Si ja bën ti me ushqimin, me pushimin? Ushqimi është shumë i rëndësishëm, sepse të lejon të jesh gati për çdo ndeshje apo stërvitje. Gjithashtu dhe pushimi është shumë i rëndësishëm, se ajo të mundson të jesh i gatshëm psikikisht dhe fizikisht. Po. Çfarë këshille do t'ju kishe dhënë të gjithë fëmijëve ose të gjithë atyre të cilët dëshirojnë të merren me këtë sport në të ardhmen? Këshill do t'ju kisha dhënë që të ndrojnë shumë dhe me punë dhe mentalitet ta arrijnë atë ëndrrën që e kanë. Dhe gjithashtu ta dinë se çdo herë mundet. Volejbolli çfarë do të thotë për ty? Volejbolli për mua do me thonë miqësi, sfidë apo mënyrë jete. Shumë e vërtet. Ndonjë moment më të bukur që ke përjetuar deri më tani në këtë sport? Momenti më i bukur i parë ka qenë kur më dha mundësia të trajnoj me seniorët e ekipës së Shkëndijës dhe momenti i dytë më i bukur ka qenë kur më ftuan në reprezentacionin e Maqedonisë për herë të parë. Dua të ndalem edhe në një tjetër pjesë. Keni kaluar të gjitha grup moshat në klubin e Shkëndijës. Sa ndeshje gjithsej keni luajtur? Për afërsisht 40 ndeshje ose më shumë. Kurse keni marrë ftesë edhe nga reprezentacioni U20. Prej kur keni filluar të merrni pjesë në këtë reprezentacion? Kam filluar në vitin 2023. Prej atëherë më ftuan që të marr pjesë në reprezentacion. Çfarë mendon, cilat janë ato cilësi të cilët duhet të ketë një sportist i suksesshëm? Duhet të ketë disiplinë, pikë pari, dhe të ketë një mentalitet mos dorëzues, që mos dorëzohet asnjëherë. Asnjëherë. Sigurisht që edhe ti nuk do të dorëzohesh. Cila është ëndra që e ke për të arritur në volejboll? Ëndra ime është që të jem një lojtar që është i aftë në të gjitha aspektet e sportit. Dhe për fund, këtë do kishe dashur të falenderosh, ndoshta një mesazh publik për të gjithë ata që të kanë përkrahur deri më tash. Të falenderoj trajnerët e mi, Besim Rexhën, Durim Lumën, Mensur Hamzën, dhe të gjithë shokët e mi dhe familjen që më kanë përkrahur deri në fund. Faleminderit shumë Berin që ishe pjesë e emisionit tonë, ne të dëshirojmë pikë së pari shëndet edhe shumë suksese në rrugëtimin tënd të mëtej. Faleminderit edhe ju. Të nderuar shikues, ka qenë dhe kjo pjesa me të ftuarin e ditës për sot, ku në vazhdon e personaliteteve kemi pasur të ftuar një të ri tjetër, i cili po arrin suksese në klubin e volejbollit Shkëndija. Ishte pra pikërisht ky Berin Osmani. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne do të rikthehemi pas pak në pjesën tjetër të pasdites.